Simon, të përshëndes, cilat janë të dhëna detajet më të fundit që ke mundur të sigurosh nga kjo ngjarje e rëndë? Mësohet se dy shtetas amerikanë, cilët kishin vetëm pak ditë rreth 4 ditë që ndodheshin në Shkodër, ku kanë marrë një banesë me qira përmes bookingut në afërsi të zonës muzale të Shkodrës. Nga debatet mësohet ka pasur, janë dëgjuar debate fillimisht në mëngjes nga fqinjet mes çiftit dhe më pas dyshohet për atë faktën të informacionet e para është qelluar me mjet prerës thik bashkëjetuesja me inicialet SS shtetas amerikane nga Florida e Amerikës, e cila ka mbetur e vdekur në vend, dhe nga ana tjetër është gjetur në banesë në gjendje të rënduar psikologjike dhe dyshohet në ndikimin e pijeve alkoolike bashkëjetuesi i saj, i cili ka dëmtuar edhe veten lehtë në duar dhe në pjesë ndryshme të trupit me mjetin prerës dhe ndodhet në spitalin rajonal të Shkodrës jashtë rrezikut për jetën. Nuk dihet cilat kanë qenë shkaqet dhe arsyet. Pritet që grupi hetimor të zbardhë këtë ngjarje, duke pas parasysh se kemi të bëjmë edhe me shtetas të huaj, pritet edhe komunikimi me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët më pas duke qenë se kemi të bëjmë me shtetas amerikan, duhet të vinë dhe të kryejnë procedurat e nevojshme standarde për shtetasit e huaj të cilët humbin jetën në Shqipëri së bashku edhe me grupin hetimor. Ndërkohë, Simon, janë marrë në pyetje edhe banorë të zonës fqinj të cilët mund të kenë dieni për këtë ngjarje? Jo, në shtëpi ka pasur, pra shtëpi e cila lëshohet me qira, pronarët e së cilës nuk jetojnë në këtë banesë, por që ka kohë që lëshohet me qira për efekt turizmi. Nga ana tjetër kanë qenë edhe punojësit e SHRSF-s, të cilët edhe e mbikëqyrin këtë godinë sa i përket aspekteve banesën, sa i përket aspekteve të sigurisë, të cilët është raportuar kanë parë që diçka nuk shkon në këtë banesë, duke qenë se çifti ka dalë edhe në balkon ku shihen edhe pamje, duke qenë se kemi të bëjmë pamje, por në anën tjetër ngjitur me ta kanë qenë edhe disa punëtorë ku po ndërtohet edhe një godinë, të cilët kanë dëgjuar zhurmat, por kanë njoftuar edhe policinë. Menjëherë së bashku me policinë është konstatuar një viktim, pra me të mbritur policia ka konstatuar që kemi të bëjmë me një viktim 53 vjeçe me inicialet SS, ndërkohë që bashkëjetuesi i saj, po nga Florida, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 57 vjeç, i cili ndodhet në spital. Dhe të dy shtetasit amerikanë kishin bërritur në Shkodër, Simon, për qëllime turistike, nuk dihet ende asgjë tjetër për motivet e mbërritjes së tyre në Shqipëri? Jo, thjesht turistë të cilët kanë ardhur në Shkodër për të vizituar Shkodrën dhe Shqipërinë, për qëndruar disa ditë, paktën sipas informacioneve kanë rreth 4 ditë të cilët kanë marrë këtë shtëpi me qira përmes bookingut, e kanë prenotuar dhe e kanë qëndruar në Shkodër. Mëngjesin e sotëm, rreth orës 10 e një çerek ka ndodhur ngjarja, kur edhe janë dëgjuar, kur edhe është konstatuar, paktën sipas raportimit të policisë. E kuptoj. Të falenderoj, Simon, për këto detaje që ndave, duke qenë se edhe është një informacion në zhvillime sipër